policia e Kosovës ka finalizuar një operacion të strukturuar për të goditur një rrjet të organizuar që merrej me trafikimin e drogës. 4 nga të dyshuarit u lokalizuan fillimisht në dalje të autostradës në Veternik duke lëvizur me një automjet Golf 8 me targa kosovare. Pas vërejtjes së prezencës së policisë, personat tentuan të largoheshin me shpejtësi duke kaluar në drejtim të fushë Kosovës Podujevës dhe më pas rikthyer në magjistralen Prishtinë-Mitrovic. Ndjekja përfundoi në hyrje të vushtrisë ku uniformat blu arritën t'i kapin dhe t'i arrestojnë të dyshuarit. Gjatë kontrollit të automjeteve dhe vendbanimeve të dyshuara, policia sekuestroi mbi 2.2 kg marihuan dhe një sasi tjetër prej mbi 1.1 kg, e dyshuar se ishte hedhur gjatë arratisjes në fshatin Raskov të Obiliqit. Bastisjet e kryera në 4 vendodhje të ndryshme në Prishtinë rezultuan me sekuestrimin e 4.045 eurove, 40 funteve dhe 40 frangave. Një tjetër automjet i përdorur nga grupi përmbante 25 qese me kokainë me një peshë totale prej 11.9 gramësh. Gjatë operacionit, policia zbuloi një hapësirë të improvisuar si call center, ku u sekuestruan 5 laptop dhe pajisje të tjera teknologjike. Kjo ka çuar hetime drejt fushës së krimeve kibernetike, duke rezultuar në arrestimin e një person i shtesë që dyshohet të ketë përdorur këto pajisje për të menaxhuar aktivitetet kriminale të rrjetit. Policia e Kosovës thekson se operacioni është pjesë e një strategjie më të gjerë për të goditur trafikimin e drogës dhe aktivitetet e organizatave kriminale që operojnë në vend.